Gjykata e Fierit dha këtë të mërkur vendimin për dënimin e Lajert Hasallajt me 25 vite burg për porositjen e një atentati të mbetur në tentativë që u zhvillua në mars të vitit 2023. Hasallaj 34 vjeç ndodhej deri tani në masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe u dërgua menjëherë në burg pas shpalljes së vendimit. Hetimet e kryera nga policia lidhen Hasallajn me Mariglen Matjanin, i cili kishte precedent të mëparshëm penal duke përfshirë vrasjen e Mario Hasallës dhe një të afërmit të tij. Ngjarja e marsit 2023 kishte si objektiv ekzekutimin e një personi të caktuar, por për pasojë u plagos në këmbë shtetasja Bajame Seneja. Konflikti mes familjeve Hasalla dhe Matjani ka një histori të gjatë. Në vitin 2021, Kastriot Hasalla vrau me armë 30 vjeçarin Romeo Hasalla dhe plagosi Shaib Hasallën, ngjarje për të cilën u dënua me 35 vite burg. Policia dhe prokuroria kanë lidhur të gjitha këto incidente me një zinxhir hakmarrjesh dhe konflikte pronësie mes familjeve që kanë sjellë përdorimin e armëve dhe dhunën e përhershme në rajonin e Fierit. Dënimi i Lajert Hasallajt thekson përpjekjen e drejtësisë për të adresuar krimet porositura dhe atentatet e mbetura në tentativë, duke synuar uljen e tensioneve mes familjeve dhe histori të dhunshme në zonë.